Shikues të dashur, ne tani po takohemi përsëri në studio dhe do të flasim për sëmundjet kronike dhe depresionin. Në fakt, ndërlidhshmërinë mes këtyre të dyjave, sa është i shprehur depresioni në Kosovë, cili është trajtimi që e marrin, a marrin trajtim apo jo, cilat janë ato ndoshta ato efektet e para që mundemi me i pa tek një person që po kalon depresionin, a mund të vrehet apo jo, ndoshta vetëm nga një person duke e shikuar, duhet me bisedu edhe më tepër. Gjitha këto detaje ne do t'i diskutojmë bashkë me psikologën klinike që e kemi në studio, e që është zonja Belinda Halili. Mirëmëngjesi, mirë se na keni ardhur. Mirëmëngjesi, faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësi edhe përgjithësi me diskutu këtë pjesë me ju. Gjithashtu edhe për ne. Flasim fillimisht për depresionin. Çka është depresioni, pastaj kalojmë në qofse ka dhe ndërlidhje me sëmundje kronike, meqense jemi në muajin tetor, andaj jemi në përmbyllje në fakt sot për shkak në data 30 dhe besoj që edhe ata të cilët përballen me kancer apo dhe sëmundje të tjera, të cilat munden me qenë kronike, mundet me pas ndikim në shëndetin e tyre mendor. Atëherë, depresioni është një sëmundje e shëndetit mendor, e cila sipas Organizatës Botërore Shëndetësore i prin, domethënë, problemeve në shëndet mendor dhe njëherët është edhe kauza ose arsyeja e shumë problemeve tjera dhe shëndetësore, po edhe të shëndetit mendor. Më thënë, si problematik është goxha, po themi, nuk është edhe e lehtë me u diagnostifiku, ka goxha kosto dhe ka goxha vite që njerëzit munden me bashkëjetu me një depresion, në sajt asaj që ende stigma, domethënë në gjithë globin është shumë e madhe për sëmundjet e shëndetit mendor. Specifikisht, depresioni ndahet në disa lloje të tij, sepse bën pjesë të çrregullimeve të humorit në spektrin e problemeve në shëndet mendor, mirë po si problematik, domethënë është potente sepse ka kosto shumë të lartë. Më thënë, vije pika që njerëzit i privon për me jetu në një jetë të kënaqshme, për me u përgjigj aktiviteteve ditore, për me kry një punë caktuar, besa nga njerë kaq e rëndë është si epizod që kanë nevojë edhe për ndoshta për hospitalizim, mandej kanë nevojë edhe për trajtime të tjera, sepse po ashtu depresioni prap sipas Organizatës Botërore Shëndetësore është kauza e cila i prin edhe vetvrasjeve si problematik. Po dalim të lidhshmëria, me qënë se e përmenda, pastaj flasim edhe pse është ka që kushtueshme, do të thotë depresioni nuk qenë ka veç diçka që je pak ma melankolik, ndihesh më vetëm, depresioni pas ka dhe diçka tepër më të madhe të fshihen kështu pas njerëz ose pas vetës. Po çush është lidhshmëria me sëmundjet? A sëmundjet kronike mundet me shkaktu depresionin apo depresioni edhe sëmundje të tjera? Atëherë, në qofse ma lejon, të pjesa e parë është shumë e rëndësishme me kërku ndihmë të kjo faza që e ceket ju, të faza e simptomeve, pa u bohalo sindrome dhe patologji, sepse një melankoli, po themi, e stërzgjatur që ka kaluar disa javë e disa muaj ndoshta, është ma mirë me u adresu në këtë fazë me u kërku ndihmë, se sa me lonë me kalu tamam në epizod depresiv. Njerëzit zakonisht e fshehin që të pjesë shumë mirë, të mendu edhe ndoshta të e përjetu si ka me qenë një krizë, ka me qenë kështu, ka me qenë ashtu, mirë po në qëfëse nuk kalon, atër nuk është krizë, as nuk është e momentit, as nuk është e lidhën me një situatë caktune, se për shembull kur kemi ndonjë humbje në familje ose në shoqëri, kur kemi person që është diagnostifiku për shembull me një sëmundje të rëndë ose sëmundje terminale, normal që gjitha anëtarët e familjes kanë me pas, po themi, mundësi të barabarta për me u prek për një depresioni. Edhe që ka shumë e rëndësishme me ditë, depresioni është cikel, domethënë është sëmundje ciklike e cila kalon, vjen faza tjetër, mirë po njëherë kur mësohet më menaxhu, mandej është shumë vështirë për shembull personi për me humbë deri te pika që duhet me u hospitalizu ose me marrë barna. E korelon shumë me sëmundje kronike dhe shumë mirë që e keni sjell, pa dashur mja humbë potencën edhe lavdin që ka tetori roz, ndoshta prap si
po du m'ju referu organizatës botërore shëndetësore që ka dalë me statistika, do me thënë muajin e fundit për gjatë muajit tetor, se ndoshta depresioni korrelon me shumë smundje, po themi kronike, po dhe me akute, mirë po me kronike ka potencë të veçantë se e bashkëshoqëron një smundje kronike, sidomos kur është e gjatë, sidomos kur fazat e shërimit kanë kosto shumë të lartë, edhe emocionale, edhe fizike besaj, dhe mandej materiale. Tash cilën e shkakton, ka studime të shumta që mbështesin njërën e tjetrën tezë. Mirë po unë mendoj që do me thënë, pjesa cila e shkakton, cila nuk është heq me rëndësi. Me rëndësi është që këto dyja bashkjetojnë njëra me tjetrën, edhe bashkëshoqërohen. Për shembull, po filloj me disa smundje kronike që janë shumë prezente në vendin tonë, si për shembull tipi i diabetit 2, kur është goxha problematik, kur nuk është trajtu me kohë, edhe kur mirët veç një fazë trajtimit ti, për shembull personat vetëm janë duke marrë barna dhe nuk bojnë aktivitete fizike, nuk kujdesen në ushqim, nuk e përcjellin zinxhirin e kujdesit në të gjithë, po themi, pasqyrjen e sëmundjes, kanë të ngjarë që lodhen, krijohet një polineuropati që është problematik tjetër që bashkëshoqëron diabetin, edhe mandej si pasojë e lodhjes organizmit në afat gjatë, shumica e këtyre pacientave është evidentu, është shkencërisht e evidentune që për gjatë fazave tjetës të tyre kanë problem me faza ose me epizode depresive. Mandej janë sëmundjet e eshtrave, për shembull, një kategori e veçantë e personave cilët ankohen gjithmonë për dhimbje të trupit, dhimbje kronike, për shembull, dhimbjet e eshtrave, dhimbjet e kokës, dhimbjet e qafës, dhimbjet e krahërorit, janë persona që nuk kanë gjetje klinike. Do me thënë, tabloja klinike e tyre prej mjekut te na, për shembull, vjen e pastër, nuk ka gjetje klinike, mirë po gjithmonë ka dhimbjet, cilat janë dhimbjet vërteta se pacientat i përjetojnë, edhe që kjo gjithmonë e fsheh, ose e maskon, ose trajton me tentu në mënyrë jo të shëndetshme epizodin depresiv. Sidomos smundjet e eshtrave janë smundjet cilat edhe janë afatgjata dhe janë të mundimshme me u trajtu edhe dhimbjat përcjell gjatë gjithë vitit, për shembull. Këto e fshehin ose e maskojnë goxha shpesh një depresion, po themit gjithmonë që duhet me cek, kur nuk ka gjetje klinike, kur nuk ka diagnozë për shembull të caktuar. Mandej në fazët e jetës për shembull, kur personat kanë fillu ose hynë në pjesën e pleqërisë, po themi kanë përfunduar kontributet në punëdhënie që lidhet goxha shumë me pensionimin, gjithmonë jep epizode depresive të cilat tentojnë me u shëru çuditërisht nëpër studiet mjekëve, edhe prapë është pakës, s'po di si me thënë, është pakës shumë e ndishme që kjo pjesa se na kemi probleme bazike me kuptu rolin e psikologut klinik në ambientet tona. Psikologët klinik nga njerë janë edhe, ironikisht po e them, janë të përjashtuar prej sistemit tjetër të mjekësisë me idenë që tentojnë gjithçka me shëru me barna. Edhe është të çuditshme për shembull kur vinë klientat e kanë dosjen kaq. Edhe nuk referohen pastaj me art të ju fare. S'kan lënë profesionist shëndetit pa konsultu. Të fillu për kardiologut, se e para është pjesa kardiologjisë, ka simptome që korrelojnë, për shembull, sidomos me ankthin, mandej te ortopedi, te gastro, te nefrologu, te pulmologu, te neurologu. A është ndoshta për shkak të stigmës që edhe ndoshta ende të jo ndërgjegjësimit plot që mundet me qenë vendin tonë, po besoj ndoshta edhe në shumë vende të tjera në Ballkan edhe kryesisht po, për shkak se ndoshta edhe shpesh ndoshta edhe vetë profesionistët hezitojnë
në mënyrë që hezitojnë me ju ofru, po me i referu të jo për shkak se mos me i bo me undi kesh ndoshta dhe pacientët. Apo shpeshherë dhe pacientët e kanë të vështirë me kuptu se çka po kalojnë. Qoftë edhe në qoftë se janë të diagnostikuar me një smundje, qoftë edhe me kuptu që nuk qenë ka veç të diçka një smundje që është shfaq, një patologji për shembull, po në pas ka nevojë me shku edhe te psikologu. Besoj që a mundet me qenë edhe kjo? Tash, ata gjithmonë duhen me qenë një hap ma përpara në aspektin e edukimit vetanak. A është kosto ma e lartë me mjeku dikon nga bem, apo mi thonë dikuj që se edhe me mi mbajt ligjerata nuk ki nevoj, po thjesht është një shpjegim shumë, po menoj i qartë, ti qetë përpara tablën klinike dhe i thu nuk kemi gjetjen analiza, nuk kemi gjetjen imazheri, që kjo problematike dhe simptomatologjie jutja po korespondon ose korelon edhe me qëtë problematik. A kështë qenë mirë njëherë me marrë një mendim. Edhe prap një alon derën qelë që me u këthy atë. Më thënë, ideja është kjo se ka dhe plot smundje cilat na e kemi për detyrë me i trajtu bashk, sidomos pjesën e smundjeve terminale, për shembull, as një lloj terapie, as një lloj po themi imazheri, as një gjë tjetër, sidomos në fazat e para kur diagnostifikohet smundja dhe në fazat e trajtimit agresiv, për shembull, nuk munden onkologët edhe radiologët me bo punë vetanake, është e pamundur, domethënë. A ka mjaftueshëm psikolog klinik? Tash imagjinoje që është veç një në spitalin e onkologjisë, me që është tetori roz, pecekim qëta, spitalet tjera shumica nuk kanë, besoj që në spital psikiatris ka edhe në psikiatrin e fëmijëve, ndërsa të gjitha qendrat e tjera në klinikën universitare janë pa mbulesë të psikologëve klinike. Psikolog klinik ka mjaftueshëm, po mendoj, bile edhe të përojnë ndoshta, nëse ishin sistemu mirë dhe ishin mbështet në kuptimin se ja u facilitojnë punën në reparte, për shembull krizat të ndryshme mas operacioneve që janë problematika invazive në mjekësi, është gjithmonë përveç pjesës të personelit mjekësor që s'pe diskutojmë tash, është nga njerë shumë ma mirë me pas dikush një breaking point, një seancë me psikologun, se sa me marrë analgetik pa kontrol. A vinë për shembull të ju në seanca personat të cilë kanë qenë të prekur, për shembull me kancer të gjirit, me qënë se tash jemi në muajin të torë, dhe sa u ndihmojnë atyre? Ekstrem shumë, do me thënë bëjnë diferencën, sepse në jetën e një personi me qfar do smundje kronike, është jashtëzakonisht e vështirë me kuptu smundjen, më mësu me trajtu smundjen, sepse trajtimi nuk është veç në aspektin e spitalit, nuk bëhet veç në spital. Trajtimi kryesor është outdoor, jashta qendrës klinike universitare. Më thënë është në familje, edhe mandej me u përball me fazat e tjera të smundjeve kronike, se i ki për shembull një problematik që është shumë potente, shumë e dhimbshme, është edhe dializa për shembull, edhe unë kujtoj që ata persona as nuk marrin shërbime psikologjike, më thënë është çdo ditë ka më bëj ajo proces, edhe çdo ditë ka me qenë shumë vulnerabël për gjatë atij procesi, se edhe nuk është procesi lehtë, ja merr disa orë ditës, shpeshherë ka dhimbje, cenohet në kuptimin vetanak, çka më ka ndodhur, pse më ka ndodhur, si më ka ndodhur, dhe çaty e ki fazën mos e paq gjatë gjithë kohës pjesën e depresionit, po edhe më e keqja që është edhe depresion funksional. Sa ata i kryjnë aktivitetet e ditës, për shembull e kryjnë procesin. Për këtë arsye ndoshta edhe mundën mos me u vritë nga shoqëria, nga rrethi? Përbes vrehen, po ideja është që e kamuflojnë, se gjithmonë e ki këtë tendencën me qenë duke bërë gjëra, edhe ajo pare hati që gjithmonë ki nevoj me qenë i zonë me diçka, është një tregus shumë i qartë që ki një problem në aspektin e rregullimit emocional, në aspektin e rregullimit të sjelljeve, por mbi të gjitha në aspektin që njeriu ka nevojë me qëndru me veten e tij, domethënë është gjëja më e shëndetshme që mundet me pas një person kur ulet në qetësi dhe nuk e ka nevojën me njëherë me bëu diçka tjetër, po themi mas aktiviteteve të ndryshme. Edhe që kjo, domethënë, lëvizja prej një aktivitet tjetër, prej një punë tjetër,
kur nuk e ki të domosdoshme, po themi, se ka ditë që janë të ngarkune edhe gjithë se cili prej neve e bën, por kur nuk e ki me detyrim, për mos me pas as një pikë qëtësime ndajt, i bie që në që se shqyqen pak ma mbrapa, ka diçka e cila nuk shkon. E tash të problemet e karcinomave që i cekët ju, jashtë zakonisht shumë e bën diferencen. Sepse është qaj moment ku personi ullet edhe fokusi kthehet ka vetja. Se për ndryshe gjithë fokusi, gjithë po themi vëmendja, gjithë investimi emocional është në smundje, edhe na e dim që sa shumë këto dy problematika, me thënë aspekti emocional sa potent është në fazat e shërimit ose fazat e zgjatjes së problematikës që janë të e kalu. Disponimi është pjesa që ndikon mas shumëti. Unë nuk kam një fjallë adekuate me gjetë në gjuhën shqipe, na e përdorim humor dhe disponim, po ka të bëj me gjendjen tonë psikologjike, me pjesën emocionale. Qëse një person që është diagnostifiku me çfarë do lloj karcinome, specifikisht një grua me karcinom gjiri, po edhe burrat preken prej karcinomës së gjirit, nuk përjashtojmë, është ndoshta një gjetje klinike në ekstrem shumë me kostot të lartë emocionale për personin që jetu ja kumtu. Edhe duhet me qenë ekip multidisciplinar në momentin kër mirët qaj lajmë për me mujt me e ullë, unë nuk po thëmë dhimbjen, po me mujt me e ullë qatë potencën e madhe emocionale që e ka kër kuptohet që këj problem. Po dhe të gjitha problemet tjera kronike, për shembull, edhe problemet kardiovaskulare, edhe problemet e tjera me veshka që i cekëm, ka dhe persona që kanë probleme gjatë gjithë jetës, kanë smundje të ndryshme degenerative, nervore, që kanë me i përcjell gjatë gjithë jetës, edhe është shumë mirë me pas një shërbim adekuat në aspektin e menaxhimit emocionale dhe të ndjenjave. Jashta ndoshta edhe smundjeve kështu tjera që mundemi me i pas, qysh me i vrejt ato simptomat e parës që me një familjar, me një shok, me një shoqe, diçka nuk po shkon. Edhe a mundemi edhe ne qoftë edhe në qoftë se nuk jemi specialist të kësaj fushë me ofru ndonjë lloj ndihme, si shoqëri. Po, ndihma ma e madhe është këto, edhe faleminderit që po sensibilizoni në aspektin e opinionit publik, që po flisni për problemet shëndet mendor, se po i bani tonat, se tonat janë. Nuk janë dika tjetër, janë në mesin tonë. Edhe është shumë mirë me vazhdu, me sensibilizu, me diskutu, ju vetëm kur i kemi ditët me shenjë, si për shembull dita ndërkombëtare e depresionit, ose muaji tetor roz, që po ashtu korespondon me muajin në ndërgjegjësim të smundjeve mendore. Është mirë me folë shumë shpesh, për mos me thonë çdo ditë derisa na të kuptojmë. Çdo ndryshim që vrehet, që ka ndryshime qoftë në aspektin e humorit, qoftë në aspektin e sjelljeve, qoftë në aspektin e përgjigjes së kërkesave ditore, familjare e tjera, e cila ka kaluar, po themi, muajin dhe po hen në muajin e dytë ose të tretin, është mundësi e mirë për me kalu një epizod në ndonjërin nga çrregullimet në shëndet mendor, specifikisht në spektrin e problematikave të shëndetit mendor, ose ndryshe që njihen çrregullimet e humorit, që bën pjesë depresioni, anksi e disa problematika të dy krave, ose varietetet e të dy krave. Me thënë, po zëm kemi pas ndryshim të ambientit ku jetojmë dhe ndryshim të punës një herazi. Është shumë e mirë mos me pas fokusin edhe vëmendjen, sepse e ki në pjesën në adaptimit në të dyja krahat, në adaptimin në punën e re dhe në adaptimin në ambientin e ri ku ke shku me jetu, për shembull ke ndryshu shtëpi ose vend ose qytet ose shtet. Kjo është shumë e mirë, edhe është normale, kur organizmi dhe truri edhe ndjenjat e përjetojnë një farë lloj shkputjes, është faza adaptimit, që ndryshe edhe që kjo faza adaptimit kur zgjat këgjashon quhen edhe çrregullimet përshtatjes, kur e kalojnë një muaj, domethënë, që nuk po arrin me u përshtatë në punën e re ose në shtëpinë e re ose në shkollën ose fakultetin e ri ose me partnerin e ri ose çka do të qoftë. Më thënë,
edhe muaj kur kalon diagnostifikohet, po mos e leni me u bo 6 mujore, me u bo viti ku tamam evidentohet si patologji e depresionit, sepse kosto ja me trajtu shumë e lartë. E kemi me kosto shumë të vogël para ndalohet, edhe shumë bukur që e solle qysh me ndihmu anëtarët e familjes ose shokët ose kolegët. Është mirë mu eduku stafi ku punojnë, për shembull prej hierarkisë deri te punëtorët tjerë që japin shërbime të ndryshme duhen mu eduku për problemet e shëndetit mendor. Gjithashtu në familje duhet mu eduku për problemet e shëndetit mendor. Nuk është vështirë mi vrejt, është shumë delikate me ju drejtu dikujt. Asnjëherë nuk duhet me thonë shef se diçka nuk ka në rregull me ty dhe dush me kërku ndihmë. Kjo njëherë duhet me ra për gjithmonë, se i japim gojës pak si tepër, nëse tingje edhe familjare edhe kolegjale edhe shoqërore. Me çfarë të drejte, edhe një specialist i fushës nuk ka të drejtë me cenu tjetrin, mi thonë shef se e kini problematik. Na, si profesionist, edhe po besoj se cili që është i ndërgjegjshëm, e ka delikat këtë moment, sepse është moment që tjetëri nuk është që se den, se cili që të bashkjetu me atë probleme den, shumë mirë që ka, po e ka shumë të vështirë me pranu. Edhe tash kur e cënon, ja bën ende ma të vështirë për me kërku ndihmë. Ja legalizon dhe me thënë pjesën, okej, unë jam i smut kaq. Edhe këtu përfundojnë, mirë po kur efton, për shembull i thua, se tingje familjare, po themi, që disa kohë nuk po përgjigjesh në festa familjare, për shembull, ose në një, çka po dëgjon, që kanë pas një aktivitet përbashkët, se anëtarët e familjes kanë aktivitetet përbashkëta. Dhe kur ndonjëri prej anëtarëve, për shembull, gjithmonë arsyetohet, jo se s'kom flajt mirë, do të thënë simptoma kryesorë është po flajt gjatë, po zgjuhemi i papushuar, ose po flajt shumë shkurt, gjumin e kam cop-cop, do me thënë, ti shef këto, është funksional, për përgjigjet kërkesave, mirë po e ka një ankes, që është, për shembull, trekanshi gjumë, ushqim edhe pushim është jashtëzakonisht potent të problematikat e depresionit. Qëse e ki ankes në qëtë trekansh, më thënë, gjumin e kam cop-cop, po hapa kontrol, ose nuk jam duke ngrën muajt e fundit, këm rëm pesh shumë, ose këm shtu në pesh, që këtë trekansh është potent. Shto pas taj pjesën e pushimit, se është trekansh fiziologjik. Më thënë, ka të bëj me fiziologjin tonë, me orën biologike, po u anku dikush shpesh edhe shumë, për ndryshimin e orës biologike kjo është. Po themi ku nuk është të kalu një që i diskutu ma herët, po dhe ku nuk është të kalu për shembull një specifikisht një afat kohor që lidhet me një aktivitet të jashtëm. Për shembull, çka do të qoftë që ka ta zoame, ka humb një shok të ngushtë, ka ndryshu vendin e punës, ka ndryshu shtetin, ka ndodhur divorci, ka ndodhur probleme tjera, ose ka ndodhur ndarja e partneritetit, ose lëvizja anëtarëve të familjes, lëvizja e shokut të ngushtë, partnerit e tjera. Në këto situata është okej se kthehet, nëse kthehet pas 2-3 jave, po nëse vazhdon një muaj e sipër, fillimisht kemi që çullim përshtatje, adjustment, edhe mandej kalojmë të fazat e depresive. Po jënë shumë lehtë të dallueshme, është shumë bukur, është me ditë mu qasë, do të thënë gjithmonë të kërku leje dhe të bëhen një farë krahasimi në aspektin e ndryshimit të sjelljeve paraparake me këto tash. Edhe tash e sa herë për shembull ja ankuar për gjumin. A ka diçka specifikisht që po ta pengon? Nëse dikush thotë jo, për bezëve që nuk kem të mujt me flajt diçka, atër qëto është një farloj, po themi jo me u brengos, po është një mundësi e mirë për me eftu, me diskutu. Dhe për fund që se mund të me ndihmojnë aktivitetet të ndryshme për shembull me kalu këtë fazë, jo vetëm seancas, përfshi, po plus seancat, ose takimet me mesme familjarë që mund është edhe ndihesh më i lirë, çka tjetër mundet me ndihmu këta persona me kalu këtë fazë, ndoshta pak ma lehtë, pak ma shpejt edhe më. Aktivitetet natyrore, në natyrë, aktivitetet fizike, në natyrë, është jashtëzakonisht e lidhur pjesa e qëndrimit në
jashtë, në ambient jashtëm. Biles në sfundëmi, në ishullin britanek e kanë qitë, kur bët përshkrimi i problematikës, edhe poshtë për shambull trajtimi në probleme shëndet mendor, në përgjithsi, po specifikisht të pjesa e depresionit shkruhet që duhet mu kalu 30 minuta dhe 1 orë në ambient të jashtëm. Potencialisht duke lëvizur, po edhe se ka depresion severe për shambull, shumë i rënd, që nuk munden as me lëviz, as me uqu prej shtratit, dhe thuhet që edhe nëse janë të hospitalizuar, janë në spital, do me thënë, të shtrier, pacientat, duhet me nxerr jashtë, edhe me qëndru në ajër të pastër, në ambient hapur edhe në diell. Mundësisht në diell 30 minuta është minimumi, 1 orë është optimale, është koha e dëshiruar. Më thënë, aktivitetet fizike, qëndrimi në natyrë, hobit e ndryshëm me mujtë me i zhvillu, se njerëzit kanë hobi, po kur janë në fazat depresive, si kur e humbin dëshiren për me u përgjigj këti aktiviteti, një anamneze mirë, nxjerr shumë potencialet të pacienti për me mujtë me trajtu me shkatësit edhe aftësit që i ka. Se asë një smundje në botë nuk t'i hup shkatësit edhe aftësit që i ki, po flasë përveç smundjeve në aspektin shëndetit fizik, cilat kanë edhe kostën e vetë me pamundësinë e lëvizjes e tjera, po disa shkatësi dhe disa potenca që i kemi ne nuk na i humbin. Edhe që ato është mirë mi shfrydzu, se që ato e mburimi kryesor për me mujtë me ndimu dikën me kalu një problematik caktume, specifikisht depresioni. Faleminderit shumë për këto informata, faleminderit për kohën që keni ndoa me qenë pjesë e emisionit Mëngjesit në studio, çdo herë kënaqësi me bisedu me ju. Faleminderit edhe prej anës time e çmoj dhe vlerësoj jashtëzakonisht shumë që po na ndihmoni në kauzën tonë të përbashkët për me sensibilizu për shëndetin mendor. Jo mirënjohëse. Faleminderit.